Tani aty me njerë më kanë incizu si e një Euronews, BBC-a, të gjitha mediat balkanike, evropiane kanë shkru për mua, si vdije sa di ku rrezikoj jetën e vetë, familjes të vetë, vetëm e vetëm për ta shpëtu popullatën civile. Këtë më thënë ka qenë hera par kur ti e ke vu jetën tënde. Tash këtu në bota, këtu e kom bone një emën në botë, se emën si vdije sa di ku s'po mune me më mësu ndërkombëtar. Kanë pyet çka studion edhe kush është, edhe këtu ma kanë mësu emnin studentja e drejtësisë, humanistja shqiptare. Tani atje jam shku në fakultetin e njerëzimit, si kam lidh profesora shqiptar, që kam gjetë fakultetit juridike, na organizu me nalë popullatën civile në tokat Maqedone. Pastaj kam shkue në për ambasadat e shteteve të Evropës edhe të Amerikës në Maqedoni. Kam bisedu me ata që mos me lon asnjë qytetar shqiptar që kemi ikë për luftës me dal jashtë vendit, po me qëndru në Maqedoni që mori kthy ma shpejt në Kosovë. Pastaj jam shku kam fol me generalin e NATO-s në Tetov, ka qenë shtetit Gjerman, në kuadër të NATO-s,